Shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin e ri Ëndra Amerikane, një cikël emisionesh të cilat do të jenë të ftuar shumë personalitete të komunitetit shqiptar, jo vetëm Michigan, po edhe më gjerë, të cilët do të sjellin realizimin e ëndrës tyre amerikane. Po pse jo, do të sjellin dhe eksperiencën, edhe do të sjellin dhe atë liri, atë demokraci që kanë shijuar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë vend të bekuar. Dhe mirë është që gjithë të eksperiencën neve ta përcjellim edhe në vendin tonë, e cila ka shumë nevojë. Fushat e të ftuarve janë të ndryshme. Sot kam një të ftuar që është një fushë shumë të rëndësishme, që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin një kontribut të madh për shqiptaro-amerikanët, por edhe për mbar njerëzimin. Është fusha e fesë. Pa fesë, besoj se ka jetë të begat, shëndetshme. Edhe ne shqiptarët kemi një hidhërim në drejtim, edhe mendoj se kemi më shumë nevojë se çdo kom tjetër. Kam ftuar Don Fred Kalaj. Kam folur shpesh për Don Fred Kalaj. Është një personalitet në komunitetin shqiptar. Ai ka dedikuar jetën e tij fesë, por vazhdimisht në takimet që kanë pasur e veçanërisht me të rinjt, e përcaktojnë si priftin më të mirë, më të dashur të tyre, dhe nëse vere më shumë ka të rinj në kish se sa janë të moshuarit, dhe kjo është edhe një arritje, do të thosha, është një sukses për kishën, por dhe për Don Fredin, i cili ka ditur të menaxhojë energjitë pozitive të komunitetit shqiptar, veçanërisht të Bashkësisë Katolike. Po ashtu, Don Fredi është edhe i kudundodhur, është mik i medjave, është kudundodhur në komunitet, në gjitha zonet fetare, ka marrëdhënie të shkëlqyera mes klerikëve të tjerë. Dhe kjo është një vlerësuar për të, dhe unë tashmë ja u sjell në bisedë. Don Fredi, faleminderit që ka ardhur në bisedë për të sjellë juve ëndrrën amerikane, eksperiencën tuaj, qysh nga fëmijëria e deri më sot, ashtu se keni qef ta sillni ju pa ndonjë presion e shtytje. Unë do të jem shumë larg nga do të bëj pyetje të shkurtra dhe ju silleni si e dëshironi jetën tuaj, por kryesisht për atë realizimin e ëndrës amerikane, pse jo, sepse ky emision është në kuadër të 250 vjetorit të pavarësisë të Amerikës, dhe ju mund të flisni edhe për eksperiencën që keni pasur, por edhe për historinë amerikane, për ato që keni fituar neve si emigrant. Si gjithmonë na kënaqësi me kanë në studio tuaj, në prezencën tuaj, faleminderit që po na jep këtë mundësi me kanë se populli amerikan e bashkë me dhe kisha me thënë, ashtë tanë bota sa shembulli i demokracisë në botë Amerika feston 250 vjetorin e linjes të demokracisë të vërtet, i shembulli i demokracisë të vërtet në botë. Më keni dhënë vetë vërtet në Neronit, të më dhënë fije pjesë për me thënë ata përshtypjet dhe sentimentet e mia në lidhje me këtë festë. Të takon sepse ke dhënë kontribut për cilin ne do të flasim, po sigurisht nuk mund të sjellim të gjitha. Si e kujtoni fëmijërinë tuaj, ku keni lindur, po pse jo dhe për rinin, çfarë kujtoni në ato vite? Si kanë qenë ato për kujtesën tuaj, çfarë mbresa kanë lënë? Ma mërmenja si për çdo njeri në botë, fëmija gjithmonë e bukur, adin nuk matet me ata parametrat që ku rritën, adin në shtohen, bëhna matë komplikum, në tana drejtimet, në dëshira, në nevoja, dhe fëmija është i kufizum, ka i paq, ka i spontanitet, ka një mirësi, kështu që si tana fëmijët e botës, edhe unë e kam pasi fëmijët mirë, edhe të bukur kisha me thanë, më ka lanë vetëm mresa të bukra të mira. Kam lejë po atjetë në Shkodër, jo di një histori që kena folë që masi ka him agja në burg, a kënë pa denun 46-ën, me pushkatim, po atëri ka kalu dini me përjet, dhe ma vonë, si që dini, ka kanë 30 vjetë denimi kapital, ma vonë është ba, atëhera 25, kështu që ka ba 20 vjetë burg, agja, Allah të janë ka dalë. Në atë kohë ka një turbulacion në Shkodër, baba largohet prej Shkodët, si me thanë, ma fort shtyhet, edhe se sa me vullnet mirë, edhe me kanë saj ka papunu në bank, ka kanë në punë si bankës, gëtë kohës të Italisë,
i kanë thënë një bankë që ja kanë Sicilbi, ka kanë një bankë italiane. Atëherën i kanë thënë që e kanë thirrë për ushtar. Mirë po baba ka kryu ushtrin gjatë kohës të Italisë, edhe i ka thënë unë e kam ba ushtrin, i ka thënë nuk e njohim më, duhet më ba për. Atëherë një për aty në personave kur e ka marrë vesh i ka pas shkollën e mesme në atë kohë me pas gjimnazin e Shkodrës, sa kanë Gjamalle, i ka thënë Mark, ndaç për mi i kushtrisë, mund është vetëm për mu ba mësus, edhe ka shumë nevojë për me kanë mësus. Mi po me kanë se si e keti atë rrethanat familjarës që kanë atë kohë, vetëm shkolla fillore, nuk mund është me kanë një shkollë të naltë ku mund është me ba efekt propagandistik, po thamon. Kështu që e kanë marrë dhe e kanë qunë Peshkopi, në Dibër. Ka kanë atje në Pocest, Maçellar, e ma fonën Peshkopi, ka kanë aty Tajidin Shehu, ka kanë Shehu aty që i baba i përmente me shumë respekt e familjen tyne. Atë janë 1947, është martu, është fejua martu me nanën, e gjithashtu nana në Shkodër, edhe kanë shku atje në Pocestin Maçellar. Atje ka linë Izabela, motra Mallën, 49, atje Leonardi në 51, atje ka linë edhe Paulini në 55, ka linë në Peshkopi. Atje ma vonë baba ka kërku për marrë në Shkodër. Mi për nuk kanë mujtë me nalë, sepse nuk ka kanë një denum ose do thënë juridikisht, nuk ka kanë një internum. Zdja këtën a kanë si faktikisht a kanë me largu prej Shkodrët, edhe nuk kanë mujtë mja mohu, edhe e kanë leju, për nuk i kanë dhanë shpi. Edhe i kanë thënë të smunish me kanë mësuse në qytet. Edhe atëherë të shojnë në Velipoj, edhe ka kanë Baks Triollit, aty në Velipoj ka kanë shkolla fillore, edhe ka pasë edhe i dhomë aty ku ka nejtë familja. Aty ka nejtë baba disa vjetë, aty teknikisht, pa mërësi se nësë kënë të thashë, na kanë pa marrë shpinin në Shkodër, këna nejtë të dajat në Shkodër, një mënyrë, a i kam lejnë Shkodër, por ba me kanë me shikju adresën e gjithë qa kam lejnë Baks Triollit në Velipoj, në kjo se do na mi nejtë korrekt, mi thanë vend linja ka kanë aty. Adhen, deri që jam baun, duket ka nejtë baba 4 vjetë, 5 vjetë. Ata në kanë shunë rjollë të malësis, mireq, prep ka nejtë atje në rjollë, ka nejtë edhe atje disa vjetë. E majmen kur vite baba prej atje dhe do të shkote 2 herë në një javë ka ardhe në shpi, se ka nejtë anë. Adhe ma në fund kërët, para se me dalë në pension, në 75 ka dalë në pension, ata mund me thamë 10 vjetë e fundit, ka kanë në gutësi të re, a një katon që ashtë në periferi të Shkodrës, ma katoni i dytë, a gruda të vjen gutësinja, të vjen ata grut fusha në rrallë. Aty ka nejtë, kanë emigrandat që kanë për gutësinjit, edhe aty kanë pas, mundë me thanë, janë e atë që e kujtoj mënyrë të jashtë zakonshme. Në atë kohë, a kanë pa në Shqipëri ka kanë që ekonomia nimse për shkollat në periferi, edhe ka pas tokë, edhe do të thënë mjellë të baba, fruta, ka pas pem frutor, po ka mjellë edhe kalamoq, ka mjellë grunë, theken, edhe atërë në shqitet e shteti, pra mërë të shteti, atërë ma ta pare, mu ble librat për fëmijët e këta se janë gënë edhe të dvorfin, boje, pena, lapsa, kështë gjanash. Mi për në të kohë, baba të matë edhe, ka pas edhe i kopsh dvogël, që me edhe mollatarta, në bostan, kena pas qërshia, ka një kry vepër. Dhe thënë, ka një jeta ma bukur. Tanë verin e kena kalu atje të shkolla. Kur u mëllë të shkolla, në fëmijët, dhe thënë, unë e Pavli, atër ma vonë Roberti, Leonardi, po ma vonë ka shku në Tiranë në shkollë, ka në shkollë nërtimit, po aty e kena kalu komplet verin, ka nëndër. Atë në flashim një dhomë, që ka në klasë, a kupton në i thoshim dhoma hartave, ma të baba do harta, edhe ka si puna aventurit, ka pa godit i shtrat me dërasa, edhe i vete firë, adin firi është shumë i mirë për shnetin, mra pa kam lezu, e mu shtat me firë edhe i vete, atë janë një si jargan, ka një jargan, edhe një aty flashim qarqafin, aty flashim unë e Pavli e Berti,
E ka kanë një bukurie male, me kishim I qenë aty, ata shokte, me shku në vit vraks mu laje, ka kanë gruda edhe gucinja, ka kanë prall, ka kanë, si me kanë kopshti e denit, ton llojt e pemëve e frutave që ekzistojnë. Ato qyshin baza prodhuese Bravo. të shkollave. Dhe në ka kanë mi fjallë, kanë tona këta gjanët mërkullushme, dhe thonë, me gjana organike, këta shikujtoj, ka kanë koha ma bukur, ty lujt futbol, ty lujt ata me fmit, ata luje mosëndze, edhe në ka kanë dë lojna, me shku mu lasit, tha që ka kanë koha ma bukur. Ma beso kur visha në Shkodër, mu dukte se kam I prej Parisit e kam marrë dikun, duke qysh atëherë më ka met, që unë gjithmonë e kam qef katonin, kur s'kam kanë mik me qytetin Ford, nuk se kam pas një këtë, për gjithmonë ka për qy katoni. Bile e kam pa këtë mërapallë, kur jam ba prifte, më ka të qunë këtu në Amerikë, Niri, në Dryden, në Kejpekin, ata jam knaq këtë, se isha qef me katonin. Ka kanë me të vërtet një fmini e bukur. Thaq, jeta fminor është e rrëthume, është shumë, nuk ka dimensionet mëdha. Pra do thënë aja jeta jam e ka kanë rrëth një ti gucin stërej, ma ta shok, si të thaq me lumin e vogël, edhe jo me I pull, jo me I vë, jo me marrë I qërshia, I vujlia, I bostan, I da gjane shtu ka kalu, ka kanë fminja e mërkullushme. Mandej pasaj ishte rinia shkollimi, gjimnazi, sporti, I një marrë me sport, edhe për këto mund të sillni. Po, kur jam ba 6 vjeç në atë kohë, ka kanë 7 vjeç me hinë klasë parë. Dhe o thanë, ka kanë aja mosha 7 vjeçar me hinë klasë parë. Mi po, këta Izabela, Leonard e Paulini ishin në shkollë, edhe në shkoshin në shkollë, nana në punë, baba pa tjetër shkotin në guci të re, dhe o thanë me studentët, kështu që mund të kote me najtë vete më shpi. Ja këto një vogël, 6 vjeç, edhe I thot baba nanës, po marë Fredin me vedi, për gjithë ditë mërë të në biciklet mrapa, se sa kanë lërga të në 4 km, 5 km, s'di sa ka kanë gucinja, edhe thot po fosën klasë të parë, po vesi një gjusë. Gjofë se nuk ka me ecë mirë, atër në kena me shtit e shkolla Vasil Shanto në Shkodër, kur të bajnë 7. Gjofë se po ecë mirë, po janë atë diftesën edhe fusën dyte. Edhe duke të ecë mirë, se atër kam hirë, kja është arsyeja, se kam hirë 6 vjeç klasë të parë, dhe në 7 vjeç kam kënë klasë dytë. Pra gjithmoni kam pas në shok të klasë, ka kënë datlinja 56. Edhe nërkohë që jam kënë 57, ta në ata shok se kam kënë një vjetë pak ma për para. Edhe jam regjistru dhe më thanë në shkollën Vasil Shanto, që është afer Fretnive, ka kënë dikur shkolla Fretnive, ta manë që është në Shkodër. Kanë mësusat gjithmonë mërkullushëm, na I kena njoftë, baba I ka pas dhe më thanë njoftën si kolegë. Shkolla ka kënë një bukur, kam kënë vitin në klasën e 3 fillore, kur kishën e Shënkollit në Rus, e kanë pa këthy, e kanë pa prish, dhe më thanë prish kompanjelin kërët, deformu pa tjetër, vetëm kishën e Rut Polazin ta, e kanë pa ba palester. Ka kanë palester për gjimnastiken, aty ishte grupi gjimnastikës I Vllaznisë. E atëhera një shkote I shoki joni, aty që kina pasi kujshi, shkova I ditë me te, e më pelqevi shumë. Kishin atë qëlymin, kishtë arë prej kinet, ishte si sfongjer, ata hekri, paralelja, unazat e këta gjanat, edhe ka kanë bardhi, ka kanë e trajneri, edhe ishin edhe dëtë mosh temi, thëma, mune mu banë gjimnast? Po, thotaj. Adin mune shkur dësh, kemë ardhë nese, vetëm kemë ardhë me babën, adin erdi baba, sa me unë registru. Adin prej atë ditë e deri që kam marru shkollën klasën e 11, kam kanë në gjimnastik me klubin e Vllaznisë. Adin ma vone kam lanë, se kam pas një aksident, kur jam kanë klasën 11, jam bardzu prej hekurit, theva dorën edhe, edhe kaloj një vjetë për mu recover, u rrita, kam ka një shkurt, kur jam kanë me gjimnastikë, se gjimnastika gjithmonë I ma shkurt njërzit. Edhe atër ma vonë, kam fillu mu marrë me note me gjana tjera.